Çdo dhimbje që ti ndjen në trupin tënd do të kalon me lejen e Allahut fuqiplot pas praktikimit të kësaj këshille të Muhamedit alayhis salam. Një ditë Uthman bin Abil As al-Thaqafi radhiyallahu an kishte shkuar tek Muhamedi alayhis salam që t'i ankohej për dhimbjen që ndjente në trupin e tij. E Muhamedi alayhis salam e këshilloi atë dhe i tha: "Vendose dorën tënde në atë vend të trupit në të cilin ndjen dhimbje dhe pastaj thuaj Bismillah 3 herë. E më pas citoje këtë dua 7 herë: A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir. Kërkoj mbrojtje me krenarinë e Allahut dhe fuqinë e tij nga e keqja e kësaj që ndije dhe friksohem." Nëse ti e thua këtë dua duke qenë i bindur dhe duke besuar në këtë, me lejen e Allahut fuqiplot, dhimbja yte do të largohet.